dhe keni ndonjë indicie kush mund të kenë këto për arrestimet që priten? Tani që unë personalisht nuk mund të them kush janë emrat, se do ishte pak e tepërt për të pasur topin e kristalit, por do ketë në kuptimin edhe logjik. Janë deputet apo janë san deputet? Mendoj që do ketë dhe deputet. Do ketë deputet që janë të lidhur me organizatat kriminale, sepse është e vetmja mënyrë për të kputur atë që është lidhja për krimin zgjedhor. Ka mu që pse ngritë Gjisin, Shpar? Jo, në vijim të asaj që tha zonja Labani, pra qëllimi takimit të prokurorëve, sidomos edhe të drejtuesit KQZ-s e prokurorit përgjithshëm me këta ambasador, ka të bëjë edhe me diçka me një specifik, që sigurisht edhe kjo është diskutuar. Që më shumë se kur dy subjekte që afrohen më shumë në mënyrë të paligjshme edhe mundohen të ndihmojnë njëri tjetrin, siç janë politika dhe krimi organizuar, këte e bëjnë vetëm gjatë fushatave elektorale. Edhe nuk është nevoja që ne të mbajmë furgona me përgjus poshtë e lartë në përqendra, në për kafene, të kuptojmë si e mori votën një kandidat duke dhënë 100 euro aty. Nuk do jenë të tillë. Pra ka dosje të gatshme të personave me historik në zgjedhje që përfaqësojnë krimin organizuar dhe interesat të paligjshme, po nga ana tjetër spaku di dhe lidhjet e tyre me politikanë të veçantë që kanë pasur dhe ata dyshohet një rol të paligjshëm në këtë ndikim, pra në bashkëpunime të organizata kriminale, dhe tani këta e kanë panoramën shumë të qartë dhe thjesht këtu ndihmohen nga asistenca ndërkombëtare dhe nga ambasadat që janë shumë të shqetësuar që persona me rekorde kriminale, jo vetëm vetë, po nuk duhet të nxjerrin dhe të futin në parlament edhe njerëz të tjerë për llogaritë të tyre. Kjo është sfida më e madhe që diskutohet. Njerëz të familjeve, po. Tani njerëz të familjeve